Kujdes! Nxitja e urrejtjes online ju dërgon në burg. Në vitin 2025, autoritetet në Kosovë evidentuan tendenca që rastet e nxitjes së urrejtjes duke përdorur rrjetet sociale të rriteshin. Por çka është një mesazh i urrejtjes në rrjetet sociale? Nëse ju në një koment apo postim tuaj bëni thirrje për dhunë fetare, etnike apo çfarëdo dhune tjetër, ju do të ekspozoheni para rrezikut që të arrestoheni. Të dhëna tregojnë që ata që kryejnë këto vepra kryesisht janë të pa informuar. Andaj, keni vëmendjen. Nëse familjarët tuaj apo fëmijët tuaj janë duke shkruar komente apo shpërndar mesazhe të cilat duken urrejtëse, udhëzoni ata të mos e bëjnë këtë veprim. Nëse ata refuzojnë, ju duhet të konsultoheni me profesionistët për t'ju dhënë ndihmë. Konsultoheni me psikolog, punëtor social, në fund edhe me policinë, për veprimet që duhet të ndërmerrni.